Pas paraqitjes së radhës si çdo të hënë ambientet e prokurorisë së posaçme, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal para gazetarëve për të komentuar zhvillimet më të fundit në procesin gjyqësor, të njohur si dosja Partizani. Berisha përshëndeti dëshminë e ish-ministrit Ylli Pango, i cili në seancën gjyqësore deklaroi se privatizimi përbën një nga shtyllat kryesore të programit qeverisës të Partisë Demokratike. E komentoj si një të vërtetë absolute. Kam patur një program elektoral zonjë, në të cilin ju kam premtuar shqiptarëve privatizim. Në të njëjtën linjë, Berisha komentoi edhe thirrjen për të dëshmuar të ish-ministrit të mbrojtjes Gazmend Toketa, duke u shprehur se ai duhet paraqes gjithçka që dimbi procedurat e ndjekura për privatizimin e kompleksit Partizani. E përshles dhe e ftoj të thot gjithçka din rreth atij problemi. Kaq. Ajo është procedura më transparente, më ligjore, në të cilën armiqt e Sali Berishës nuk kanë gjetur dot asnjë shkelje ligjore. Gjatë deklaratës së tij, kreu i Demokratëve u ndal edhe te protestat e qytetarëve që vijojnë prej javësh në kryeqytet. Berisha theksoi se Partia Demokratike nuk është organizatore e tyre, por mbështet kërkesat e protestuesve dhe të drejtën e qytetarëve për të protestuar. Qëndrimi ynë ka qenë që në fillim dhe ju duhet të keni shumë të qarta ato që deklaroj. Nuk është proteste jonë dhe e drejta dhe morali duhet të ishin të pamshirë ndaj atyre që përpiqen t'ja u kapin apo manipulojnë atë protestë të rive shqiptarë. Përkundër, kam deklaruar dhe deklaroj se bazuar në 6 kërkesat e tyre, Partia Demokratike mbështet me të gjitha mundësitë e saj protestën jashtë çdo konotacioni, simboli partjak, por thjesht në frymën qytetare. Në përfundim, Berisha përsëriti akuzat ndaj prokurorisë së posaçme, duke pretenduar se institucioni është në ndikimin e qeverisë. Sipas tij, SPAK nuk vepron në mënyrë të pavarur, por është, siç u shpreh ai, kontrolluar nga kryeministri Edi Rama.